Ka një perceptim që nuk duhen më rrugët, përse duhe i bërë llogaraja, përse duhe i bërë thuman kashare kështu me radhë. Ju do ta ndiqni procedurën e marrëdhënieve me biznesin përmes praktikës së koncesionit apo PPP-s, që quhet ndryshe? Siç e dini ju, unë asnjë rrugë nuk e kam ndërtuar me PPP. Të gjitha rrugët i kam ndërtuar me buxhet. Ka një rrugë që është shumë e rëndësishme, sot është rruga e Kombit, e quajtur e tillë, për të cilën qytetarët duhet paguajnë që të kalojnë, edhe pse rruga është ndërtuar me fonde publike. Absolutisht do hiqet javën e parë, edhe nuk do ketë toll në asnjë rrugë. Dhe unë nuk ndërtoj rrugë me PPP. Jo. Për eras. Rrugët kam ndërtuar, se po flas të mënyrë, kemi ndërtuar 11.000 kilometra rrugë, që të gjitha me buxhet dhe financimet bankave partnere, bankës europiane të investime, dhe bankës islamike, 3 bankat kryesore, na kanë financuar, Komisioni Evropian 4. Por ato kanë qenë të trupëzuara në buxhet, pastaj si kredi. Nuk ndërtoj unë rrugë me PPP. Asnjë. Po ndërkohë disa prej segmenteve shumë të rëndësishme sot janë të tilla, kanë janë kontraktuar, se këta bëjnë pazare me ta, ka gjithë puna. Shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Po si ka mundësi që ne me një buxhet 3.8 miliard, 3.5 miliard, 3.9 miliard, ndërtuam rrugën e Kombit, rrugën e Kombit, kurse këta i këpusin me PPP, ku shkojnë 8 miliard? Ku shkojnë? Shqiptarët, kur ta marrin vesh, e ka thënë njerë gjatë bukur Arben Ahmetaj, kur të marrin vesh të vërtetën e djegsave thaj, do llahtarisën. Kur të marrin vesh të vërtetën e rrugëve, do llahtarisën, ja u them unë. Pse? Çfarë kanë ato të vërtetë? Po. Urdhë? Çfarë kanë ato të vërtetën që nuk e di? Ato të vërtetë ka që mund të jenë vjedh 90% fondeve. Po si mund të kushtoj rruga? Që ka 2 ura mbivjos. Rruga e Levan Vlorë, 35 metra e gjerë, me gjera në Shqipëri. Si mund të kushtoj ajo 2.4 milion euro, kurse kjo këtu të kushtoj 17 milion euro? 20 milion euro. Këta janë të pa imagjinuar shumë. Po shumë thjesht. Merë tunelin e Llogarasti, vjen Sloveni me ofertë 130 milion euro, shkon Gjoka me ofertë 120 milion euro, për të në vërteta, këshisht i them, dhe e fiton Turku, në thojza Turku, me 180 milion. E 90. Këto në vërteta janë të dokumentuara. Dhe ja je po Gjokës... U vëllën me një dorë, 50 milion. Dhe bënë po Gjoka. Dhe Gjoka e ndërton. Po të bësh kështu, pasaj zhduk, kjo është... Po kujt janë merë këto, vetëm? Prandaj them, të gjitha e o merë këtyre pensionistëve, prandaj marazesi që si o merë pensionistëve, i shkojnë pensionit ka... Këto gjëra që po rëndisni tani, nuk ju kemi dëgjuar ti përdorni si instrumenta që me fushat elektorale për t'i bindur njerëzit që t'ju votojnë ju apo të mos votojnë Partinë Socialiste. Me censurojnë shumë mua. Me censurojnë mediat mua, me censurojnë në mënyrë barbare. Ta thënë vërtetën, se unë i them këto. I them, por media censurojnë në mënyrë kap... Me gjitha të pyetja ime ishte kjo. Vetëm një sekondë mentor. Po është e vërtetë që censurojnë mediat zotë Berisha, por ka një arsye, për cilën unë prisja që ju ndryshë nga të tjerë të opozitës të ishit më konkret. Të censurojnë sepse ke tuneli Llogarasti që ka 50 milion më shumë, përfituesi është një prej televizioneve kombëtare. Përfituesi është një prej televizioneve kombëtare. Këtë gjë e din shumë mirë pse është heq Bemlushi nga aty. Të censurojnë sepse ndërtues tjetër rrugës është televizioni tjetër kombëtar, ai që merr me 22 milion. Të censurojnë sepse Thuman Kashara është një tjetër televizion që ndërton rrugën që e ndërton me 43 milion. Sigurisht që censurojnë. Po
në qoftë se opozita, merr një rastin e Albin Kurtit, dole dhe ju tha, mediat i kemi kundër. Unë nuk kam punë me media, janë pjesë e establishmentet, janë pjesë e oligarkisë, unë fushatën e bëjmë me shqiptarë, bëjmë në rrjetet sociale. Por në qoftë se këto media të censurojnë, Sali Berisha e shikojnë në studio, sigurisht që ju një fushat. E shikojnë në studio, pasi bën 12 orë fushat, detyrohet të shkojnë në studio në 10 natës në për televizione që të mos e censurojnë. Të dalë Sali Berisha dhe opozita me këto fatura për këta pronarë mediash që janë më oligarkë se oligarkët sot, shikoje pastaj nëse të censurojnë ose jo. Kjo është pyetja. Tjetra, në vijim të kësaj që thotë Xhimi zoti Berisha, ka dhe një perceptim. Janë 4 televizione sot, 2 kombëtare, 2 lokale që ndërtojnë rrugë, doktor. Po. Është edhe një... Edhe ndërtojnë... 4 kombëtarët janë censur të plotë. Dhe se ndërtojnë rrugë me 3 kilometër, me 30 milion euro kilometër. Ka një perceptim që në të gjitha deklarimet tuaja për të bërë drejtësi me këto rrugë, dhe unë besoj që këto shifra nuk i përdorni thjesht për kuriozitet. Absolutisht. Por që ne, nëse ju vinin në pushtet, do të thotë që nesër do duhet ju të zbardhni këto shifra. Por publiku thotë që këto janë thjesht deklarata, sepse një pjesë e këtyre oligarkëve kanë qenë dje edhe oligarkë pranë Berishës, dhe nesër do t'jenë sërish pranë ti, sepse ta thjesht ndrojnë oborr. Nga oborri juaj shkojnë nga oborri Ramës, nga oborri Ramës kthehen sërish nga oborri juaj. Të falenderoj për këtë koment, por unë them kaq. Nga Hani i Hotit, Gjergj Gjirokastër, nga Rsheni, Gjergj Morin, nga Tirana në Elbasan, të gjitha akset e mëdha janë ndërtuar nga kompanit më të mëdha të Europës dhe të botës. Rrugë e vetme që ta them në djenin time që është ndërtuar nga kompani shqiptare rinërtue, rrugë e Bregut e ka ndërtuar një kompani e cila ishte Ismail Ahmetit. Në atë kohë ishte në kompanit e mira dhe e rinërtoj mirë. Që të gjitha të tjerat janë ndërtuar me kompani ndërkombëtare. Me Alpinen, me një kompani, me Aktorin, me Bektelin, me Tomasinin, me këtë të thuja... Mirë, s'ka nejtë keqja nëse paranet që në ke kompani të shqiptare. Jo, ka e keqja. E keqja është si që shefti se këto janë sot edhe sot dhe s'ka ditë e pas një mirëmbajtje dhe qëndrojnë. Kurse këto që i marrin këta vendasit, këto bjenë mërëna 3 muajve. A e ke pas ndodhë me rrugën Korçë-Sek, se si shemet e se si bëhet. A e pe rrugën në Bosh, që na u shem rruga e